Dhjetra mijëra njerëz dalin çdo natë në rrugët e Tiranës duke kërkuar një Shqipëri të re. Kështu e nis kronikën CNN duke konsideruar protestën më të madhe kundër qeverisë që vendi ka parë që nga rënja e komunizmit në vitin 1991. Protesta e pagëzuar si revolucioni i flamingove nisi si reagim ndaj projektit luksoz të lidhur me Ivanka Trump dhe bashkëshortin e saj Jared Kushner, ndërsa u kthye shpejt në një shprehje të shprehive ndaj qeverisë aktuale, por edhe gjithë kastës së vjetër politike. Projekti parashikon ndërtimin e vilave luksoze, hoteleve me qindra dhoma, portit për jahte, fushës së golfit, kazinos dhe parkut ujor në Sazan dhe pranë lagunës së Nartës. Ndërkohë, kompania zhvilluese ka deklaruar për CNN se resorti ndodhet ende në fazën e projektimit dhe se mbrojtja e mjedisit mbetet prioritet. CNN raporton gjithashtu se dokumentet paraprake të projektit tregojnë edhe përfshirjen e grupit investues me bazë në Katar në pronësi të biznesmenëve Mutaz dhe Ramez Al Kayat, të cilët konsiderohen të afërt me familjen mbretërore të Katarit, ndërsa media prestigjioze publikon edhe një fotografi të tyre me kryeministrin Edi Rama. Në një intervistë, Jared Kushner ka treguar se mbështetja e qeverisë shqiptare ka qenë vendimtare për projektin. Ai ka rrëfyer se gjatë një udhtimi me jahtin e mikut të tij, Nat Rothschild, është takuar me kryeministrin Edi Rama dhe se klima pro-investimeve krijuar nga kjo qeveri ishte një faktor kyç për angazhimin e tyre në këtë investim. Protestuesit shprehen se zhvillimi i këtyre investimeve rrezikon një nga zonat më të rëndësishme të biodiversitetit në Shqipëri, habitati specieve të rrezikuara dhe vendfolizimi për mira flamingo. Këto akuza janë hedhur poshtë nga kryeministri, i cili ka mbrojtur projektin duke argumentuar se ai do të sjellë zhvillim ekonomik për gjithë vendin. Megjithatë, me protestat që vazhdojnë për javësh, CNN vlerëson se kundërshtimi ndaj projektit mbetet ende i fortë dhe nuk tregon shenja tërheqjeje.